Dikur, sekretari Amerikan I mbrojtjes, Robert Gates, një njeri I cili shërbeu si sekretari I mbrojtjes si në administratën Bush djali dhe në administratën Obama thoshte. Ai president Amerikan që thot që duhet të çojë mushtar në lindjen e mesme, duhet të çuar në psikiatri, sepse nuk mund të çosh një ushtar Amerikan në një vend ku se merr vesh I pari të dytin dhe armiqësit janë të mëdhaja, popullsia është e pafund. Atëherë neve kemi një situatë ku Amerikanët janë në dilemë të çojnë ushtar, sepse siç kanë thënë edhe gjithë gjeneralët më të mëdhenj, fati I luftës vendoset nga këmba e ushtarit, apo të vazhdojnë në fushatën e bombardimeve. Ndërkohë, Irani thotë që do bombardoj edhe Europën, si aleat amerikanëve, ku natyrisht futemi edhe neve. Por e gjitha kjo ka quar në një botë që po ndryshon. Sepse në fund të llogarive doli që Amerikanët me Izraelitët nuk ja dolën që të krijojnë perimetrin e sigurisë. A mund ta krijojnë këtë perimetër sigurie për Shqipërinë, Malinezi, Lituaninë, Letonin, Estonin, për cilët vetë presidenti Trump ka thënë që nuk ja vlen asjeta një ushtari Amerikan. Për gjitha këto do flasim me zotin Arben Quko, ekspert siguria. Zoti Quko, mirëmbrëma sot. Mirëmbrëma. Jemi futur në një stagnacion të kësaj lufte, domethënë nuk kam më lajme. Ndoshta është edhe kjo mjeulla e luftës që I mbulon, po s'kam më lajme sensacionale. Amerikanët tash I kanë filluar po godasin ura, po godasin pse industri s'kam, të paktën ajo që ka qenë jashtë tuneleve. Po godasin qytete, godina, por nuk ka sinjale për një zhvillim të luftës, apo jo. Një nga ato zhvillime që mund të ndryshoj pamjen e saj. Mospasja e lajmeve është pjesë e operacioneve psikologjike, është pjesë e luftës informacionit dhe disinformacionit. Kjo që sa po thatë ju, që e gjithë kjo është pjesë e luftës madhe. Po ka lidhje dhe me mospasjen e objektiveve të qartë politik në lidhje me fillimin e bombardimeve në Iran. Dhe objektivat e qartë politik, kur konkretizohen në planizimet të operacioneve ushtarake, janë një nga elementet pra janë pengesa më e madhe për planizuesit ushtarak, sepse politika jep objektivin që duhet arritur duke përdorur forcën, ndërsa ky objektiv përkthehet në planet operacionale, ushtarake të ekspertëve dhe të komandës ushtarake, të generalëve. Dhe mendoj mospasja një objektivi të qartë politik për Shtetet Bashkuara të Amerikës, po flasim se për Izraeli e ka shumë qartë objektivin e vet. Ka çuar dhe në këtë mospasjen e veprimeve të mëtejshme luftarake. Nga ana e aviacionit ushtarak, nësa në lidhje me afrimin e atyre 2500 marinsave apo 50.000 marinsave që është folur gjatë kësaj jave, unë nuk e besoj është pjesë. Këtë gjë e mendoj që është pjesë e luftës psikologjike, luftës informacionit, është pjesë e presionit mendor që ju bëhet komandantëve iranian, që po vinë forcat toksore, dhe ky presion psikologjik mendor ndaj komandantit. Pra, lufta fillimisht fitohet në kokën e komandantit, pastaj me trupat. Ka të bëjë lidhje me mbase amerikanët duan edhe atë që thuhet udhtimin ose përpjekjen për të rishpërndar forcat iraniane, se kanë shumë kollaj ta godasin aviacioni amerikan. Ka shumë kollaj të godasi forcat iraniane, kur janë në lëvizje, në rishpërndarje, në rigrupime, se sa të futur në tunele.
E thamë dhe herën e parë që objektiv strategjik përveç atyre që ata i realizuan, vran liderin, vran një pjesë të komandës, e cila nuk solli në rezultate strategjike, sepse ata i zëvendësuan edhe vazhduan planet e tyre. Po objektiv madhor strategjik, vetëm me bomba nga qielli, nuk ka ndodhur asnjëherë. Edhe në Kosovë, që ishte UÇK-ja nga poshtë, që jo vetëm bëri luftën me forcat toksore të tyre, po jepte edhe objektivat nga terreni konkret. Pra, dhe operacioni amerikan dhe i NATO-s në Kosovë nuk ishte thjesht operacion ajror. Ishte operacion aerotoksor. Atë që duan të bëjnë me kurdët, po s'ka dalin. Atë që duan të bëjnë me kurdët apo me baluçët në Pakistan. Pikërisht pra që paqartësia e madhe në objektivat politik, sjell dhe paqartësi shumë madhe operacionale të komandantëve amerikan këtu, qoftë marinës, qoftë forcave aerore. Sepse nuk është një politik që bombardo. Rrafshove qytetet. Qëllimi, dilema mira vjeçare që vendosej para komandantëve, dikur ishin të njëjtë persona politik dhe ushtarak ishin të njëjtë, tash janë të ndarë personat, për çfarë si ka, është dilema më e madhe e Klaus Veciane edhe të gjithë studiuesve të mëdhenj të artit ushtarak është territor, të pushtojmë territor apo të azjesojmë ushtrinë kundërshtare. Strategjia amerikane këtu synon azjesimin, të cilin për këtë muaj luftet doli që nuk është objektiv aq lehtësisht i arritshëm. Mund të kenë goditur 10.000, 13.000, 20.000 objektiva, me kuptimin kanë hedhur 20.000 municione. Po Irani është aq shumë i madh sa gjithë ato bombat që kanë hedhur amerikanët dhe izraelitët, amerikanët më tepër, është si puna e asaj atyre gurëve në një grop thithse. Për ta kuptuar dhe shikuesit, Irani vetë është më i madh se gjithë Europa perëndimore. Pra duke filluar nga Portugalia e duke përfunduar në Gjermani. Së pari. Së dyti, dhe kjo që duket sikur është një shtet i vogël, vjen vetëm për shkak të konfigurimit të hartës, kur e japim në ato mjetet mësimore në hartën e shtrirë ose në glob, ashtu si duket për shembull që Rusia është më e madhe se Afrika, po në fakt Afrika është disa herë më e madhe se sa Rusia. Atëherë, duke vazhduar me luftën në terren, ndërkohë duket sikur vendet e gjirit, Emiratet, Kuvaiti, Arabia, Bahreini, u bën kullestër nga goditjet. Nuk ja dolën, do me thënë, ne e thamë edhe në emisionin e parë, iranianët arritën të godisnin radarin më të mirë që kishte, që mbulonte deri në Diego Garcia, në mos gaboj. Po 5.000 kilometrë më tutje, më larg deri në Kiev mbulonte ai, po shiko, shtetet e gjirit e kishin mbështetur pasurinë e tyre, tashmë le të themi në 3 kolona. Naft, gaz, financë dhe turizëm dhe siguri amerikane. Pra garancia e sigurisë ishte nga bazat amerikane. Thuaj se të gjitha këto janë goditur. Të cilat mendoheshin të paprekshme. Të paprekshme qoftë psikologjikisht. Irani s'do guxonte kur t'i godiste. Se sa janë shkatruar, nivelin e shkatrimit ne se dim, po goditjen e dim, sepse kanë thënë vetë amerikanët që janë goditur bazat. Pra iku kolona e parë. Kolona e dytë është nafta dhe gazi, përsëri ka ikur, sepse në gjirin persik aty janë mbi 3.000 anije që janë bllokuar. Do të thotë që nuk ka më të ardhur, ata s'kanë më të ardhura. As s'po lëviz as gaz, as naftë dhe as plehu kimik që ata prodhojnë në masë aty. Nuk e eksportojnë. Kolona e tretë, shtylla e tretë që është turizmi, kuptohet që
nuk bëhet më fjalë. Dhe në qoftë se lufta do eskaloj, Irani është qartësisht dhe është hapur, e ka thënë hapur, në qoftë se unë do më godasin objektet infrastrukturore energjitike, unë do godas të gjitha objektet në të gjithë gjirin. Të këtyre vendeve. Të këtyre. Këto pastaj janë të marra fund. Nga ana tjetër, të mendosh që Amerikanët nga ajri dhe Izraelitët nga ajri dhe ushtrit e këtyre shteteve nga toka, është një skenar, është një mision kompleti pamundur. Po sa do t'i llogaritësh, ka janë shumë pak, si popullsi. E para janë shumë pak. E dyta, du ta dini që Arabia Saudite, Katari, këto Emiratet e Bashkuara, aviacionin e vetë e kanë super modern, po du ta dini që e kanë me pilot pakistanez, me pilot amerikan apo anglez, që kanë dalë në pension nga ushtrit e tyre dhe vinë. Shpjegohet. Së punojnë vëndalit? Po se s'ka nevojë ata të shkojnë as pilot, as ushtaras. Pse të shkojnë? Kanë pasuri pa fund, është ajo që tha i mbreti, ky princi i kësaj, i Dubajt, që tha gjyshrit me deve, babaj me i makinë kotë, unë me këtë, birin të, pastaj do dëshoj. Ajo që tha që kote vështira nxjerrin udhëheqjes. Kam frikë se... Këta do shkojnë të devet. Në qoftë se do vazhdoj gjatë luftën. Në qoftë se Amerika do vazhdoj luftën, këta do shkojnë të devet. Në qoftë se Amerika do vazhdoj luftën, këta do shkojnë të devet. Sepse Irani si bie do të Amerikës, por ju bie këtyre. Irani do të gjithë bazave amerikane dhe pastaj do të kthehet këtyre energjetikës së këtyre. Dhe pikave të shkryvëzimit. Po pashu energjetikën ato pikat e shkryvëzimit. Okej. Do t'i kthejnë importutën nafte nga Rusia. Atëherë. Kështu shikohet, sepse unë ju e thash, Michael McGregory, është ish kolonel në rezervë i ushtrisë Shtetet Bashkuara, ka qenë dhe këshilltari i sekretarit amerikan të mbrojtjes. Edhe ai në një intervistë e tha qartë, lufta në Iran shkatroi shtetet e gjirit, shkatroi Izraelin, shkatroi dhe hegemoninë amerikane në gji. Ndërkohë, Donald Trump ka thënë që fjalët e fundit, le do bëjnë çdo duan shtetet e tjera, neve naftë kemi sa duam. Një deklarat narciste, individualiste, por që shkatron NATO-n në përgjithësi dhe shkatron gjithë këto aleancat perëndimore që kanë mbajtur në këmbë deri tash sistemin botror, duke i dhënë një fuqi shteteve të veçanta, Kinës, Rusisë dhe vetë Iranit. Apo jo? Shiko, doli nga ky muaj lufte, doli shumë qartë që Irani është fuqia më e madhe rajonale aty në këto momente. Doli shumë qartë që Irani arrin të blokoj ngushticën e Hormuzit. Nga ana politike dhe gjeostrategjike. Nga ana ushtarake, thash dhe njerë, doli shumë qartë që flotrat e mëdha bazuar mbi pranmbajtëse janë të nevojshme për të kontrolluar oqeanet, për të kontrolluar detrat e mbyllur, nuk vlen ajo flotë. Këtë na e ka treguar, ka 4 vjet që na e tregon lufta në Ukrainë për detin e Zi. Këtë po na e tregon. Që kanë bllokuar flotën ruse? Ka bllokuar pra. Me dronë ujor. Me dronë ujor në ujor. Në një farë mënyrë dhe amerikanët, sepse e larguan, 2 aeroplan mbajtës i larguan nga rezerveprimet. Pra, nga ana ushtarake. Po nga ana ushtarake, kjo është një luftë teknologjike asimetrike. Superfuqia, bashkë me Izraelin, e ka mbështetur mbi aviacionin dhe mbi municionet stand-off quhen ato me rreze të gjatë të cilat hidhen nga avioni. Dhe aviacioni tyre nuk futet në territorin kundërshtar. Po qëndron larg territorit, larg rrezës raketave kundërore,
hedhat municion dhe është si radha e plugimit. Nuk mund të plugosh në thellësi arën pa filluar nga fillimi. E njëjtë është ajo. Pra aviacioni duke qenë në largësi nga rreziku kundërajror, fillon azhëson të gjithë pikat kundërajrore, radarët, forcat e përqendruara dhe me radhë derisa të krijoj atë placdarmin toksor që të fusë ushtrinë. Marinsat, këmësorin detare, këmësorin takë që si ka. Por thellësia e këtij placdarmi tashmë ka ndryshuar jashtëzakonisht me daljen e dronëve dhe të raketave balistike dhe krujës. Pra, deri në 14 kilometra ti, paktën në Ukrainë, ti je i prekshëm nga... Deri në 14? Jo, deri në 50, ukrainasit po mendojnë të qojnë 100 kilometër këtë gjë. Pra, është një fash e gjërë toke, e cila jep avantazh atij që mbrohet. Sepse sulmosi duhet që të takaloj këtë me forca dhe mjete dhe me logjistik, derisa të përplaset me mbrojtje, me pikë kontakti. Dhe kjo fash, e cila në Ukrainë, deri tash ka qenë është 50 kilometër, ukrainësit mendojnë ta zgjerojnë, kjo këtu quhet kill zone dhe mbulohet nga dron. Edhe në moment, gjithë problemi i sulmusit, për rastin që po diskutojmë, është afrimi me pa dëmtime i forcës së vetë sulmuse deri te pika kontakti. Në momentin që merr pikë kontakti, avantazhi kalon nga mësymsi, sepse mësymsi ka supermacin, ka më shumë. Por ky 50 kilometrësh është problemi më i madh që kanë rusët sot. Kalimi pa humbje këtij 50 kilometrash. Prandaj kanë ndryshuar disa herë taktikat e përdorimit të forcave dhe mjeteve, nga kolonat e mëdha të tankeve. Pra nuk vlen më as fuqia e zjarrit që ti ke, as mjetet e blinduara. Po sepse fuqia e zjarrit, e artillerisë, e aviacionit, shërben në mbështetje të këtyre trupave mësymse që duhet të bëjnë kontakt. Se ndryshe ti bombardo, po çfarë ndodhi asgjë. Ti bombardo, unë po futem më thellë në tokë. Çështja e kësaj, pra, nga ana ushtarake, nga ana operacionale, lufta në Ukrainë, dhe kjo, po na tregon një stagnacion të doktrinave të deritanishme ushtarake. Është thuajse e njëjtë me stagnacionin e luftës së parë botërore. Qose në atë kohë, mitralozi, transhet dhe telat me gjemba bën bllokimin e frontit për 4 vjet. Sot në të kohë po e bëjnë dronët shoqëruar dhe me armë të tjera. Afrimi i divizionit të 82 transportuar nga ajri, diku të 10.000 vetat mund të ketë një divizion amerikan, nuk e di sa ka. Parashutistët janë divizionet më të lehta. Varet se sa parashutist ka. Shiko, ja ta thëmë se ka 10.000. Divizioni 82 parashutist është divizioni më i famshëm luftarak që kanë amerikanët, e kanë përdorur fillimisht në Sicili, pastaj në Normandi. Edhe u krijua një traditë dhe divizioni 82 parashutistë i tyre është elita, maja elitës, po të heqim me janë forcat speciale, të cilat nuk janë në sasi të mëdha. Janë grupet speciale, Navy Seals, Rangerat, Beredat, pra ato janë aset strategjik, por si sasi janë vogël. Dhe për rastin e Iranit, ato u masin si një lukë që e krypa në ujë. Ky divizion, në qoftë se do ta planifikojnë për të pushtuar, për të realizuar një operacion desantimi. Nuk po them parashutimi, se
Koha e parashutimit ka kaluar tashmë, është vetëm për spektaklet, po desantim. Dhe desantimi bëhet me helikopter dhe me këta hibridët, janë këta OV-22 Osprey, që janë avion, ngrihen si helikopter dhe ecin si avion. Po vetëm një në historinë moderne të luftave, vetëm një operacion ka ndodhur që parashutistët kanë pasur një objektiv strategjik Kretën. Gjermanët me divizionin e tyre parashutistë pushtuan Kretën. Por humbje të llaftarshme. Patën humbje deri në 60% të tyre. Dhe Hitleri që nga ajo ditë si përdori më? Jo, i përdori si krymësori. Jo, pra, nuk i përdori më parashutimin. Dhe nuk ndodh që... Po edhe Amerikanët në Normandi u shpërndanë si zogjtë e korbit. Po, nuk ka rëndësi, po parashutimi i këtij divizioni ishin 3 në fakt, 6 i anglez, i 6 dhe 82 i amerikan dhe divizioni i parë parashutistë anglez, ishin 3 divizione që parashutuan. Atje në Normandi, në mbështetjet desatetar. Pra dhe këtu, divizioni 82 nuk mund të realizojë operacionin vete. Ai mund të caktohet për të pushtuar atë ishullin. Një plazdarm. Po, jo ishullin atje. Nuk besoj. Po këto ishujt, nëse kanë ndërmend amerikanët të futen dhe të krijojnë atë plazdarmin, nëse kanë në plan. Mendoni logjistikën e tmerrshme që duhet për të mbështetur një divizion. Çfarë duhet? 700 ton në ditë logjistikë. Midis ushqimeve, municioneve. Gjithçka. Ushqime, ujë atje. Ujë me rëndësinë më të madhe se sa ushqimi. 700 ton në ditë. 700 ton në ditë. E cila do kaloj? 35 trailera. Po pra, në ditë. Po e cila do kaloj do afrohet pranë brigjet e Tiranës që të shkojë. Për ta bërë më të qartë për publikun, për të pushtuar Europën perëndimore është si, domethënë, të pushtosh Durrësin. Domethënë, Irani është sa Europa perëndimore. Ti të duash të pushtosh Europën perëndimore me zbarkimin e 8.000 vetave në Durrës. Mundet do dhe... Për të bërë një parafrim të sipërfaqe dhe të numrave. Në qoftë se detyra Ndërkohë që për në Siçili u deshën me qindra mijë për të pushtuar Siçilinë, u deshën qindra mijë ushtar, për të pushtuar Normandinë u deshën miliona. Po. E njëjta natyrë është dhe këtu është akoma vështirë, por ju thash që Irani kufit verior i ka të siguruar kufit verior dhe këta urdhëron. Kufiri me Azerbajxhanin është i siguruar, se Azerbajxhani e para nuk e le Turqia njërë, dhe dyta ka Rusin lartë. Turqia automatikisht është e përjashtuar nga ky lloj operacioni. Ka shprehur Erdogani dhe kjo është logjika. Turkmenistan, Pakistani poshtë, Afganistani, nuk këta, pra e gjithë ky kufi verior dhe lindor... Nuk janë me miq me amerikanët. Pra, nuk i vjen rrezik Iranit. Iranit i vjen rrezik nga Oqeani Indian, pra nga korpusi i marinsave. I vjen rrezik dhe nga Iraku. Pra, në qoftë se do duhet amerikanët, do duhet ta pushtojnë, pra të fusin këmbën e ushtarit, të vetme rrugë kanë zonën e Irakut. Shikoni nga Basra, sa zgjat kufiri. Ku shkon ajo fush? Sa është ajo fush? Shumë e vogël, atë e pushtuan dhe irakenët dhe së mbajtën dot. Dhe së mbajtën dot. Pastaj do përplasesh në mal. Shikoni plazhin këtu. Shikoni plazhin e zbarkimit këtu poshtë. Do zbarkojnë, mund ta kapin këtë plazdarm, po nuk pushtuan këtë vargmalin këtu, ata janë automatikisht të vdekur. Sa për ishujt pastaj, unë s'mund të di, pse do të pushtoj ishullin, kur mund të bombardoj dhe të rafshoj ishullin. Pse do të pushtoj? Përfitore mediatike, se besoj. Sepse rrezikon realisht jetët e ushtarëve amerikanë.
Po të asjesohet ai divizioni i 82 është disfada më e madhe që mund të kenë pas ndonjëherë. Si që ndodhi rusëve me goditjen e trupave speciale në aeroportin e Ostomelit. Po rusët 300 veta dërguan. Po pra, do me thënë, po është goditje madhe të humbasi ajka e trupave speciale. Atëhere, pra një luftë neve, folëm në emisionin e kaluar, një luftë toksore, ma hamëndja këte e dinë edhe ushtarakët iranianë që me 10.000 veta nuk mund të pushtohet. As me 100, letë grëmolloj 100.000 ushtarë, nuk mund të pushtosh. Me 100.000 ushtarë mund të pushtosh vetëm këtë Kuzestanin, këtë pjesën fushore këtu. Pjesën fushore. Okej, e pushtove, po pastaj, kush është objektivi tjetër? Ta mbash aty, s'mund të rrish aty se... Po jam drejtë, nuk është pikë politike. Ata kanë malin. Sidomos ajo që thamë, shtrirja e dronëve, që Irani është prodhuesi madh deri në 100 kilometra, e bën që të jetosh në gjithë kohën. Janë dronët taktikë, janë dronët taktikë, janë dronët që nuk ndikohen nga lufta elektromagnetike e kundërshtarit, ata janë me fije optike dhe janë dronë taktikë që mbajnë maksimumi 5 deri në 10 kg eksploziv. Okej, duhet të largohem tashti nga kjo luftë, e cila në një farë mënyre ka hyrë në një periudhë stagnacioni, sepse Irani ka kërcënuar dhe Europën. Ka kërcënuar dhe Europën, me sa më keni thënë juve, ende nuk i dim fuqitë reale të tyre sa janë gjëne. 4 raketa janë rrëzuar në Turqi ndërkohë. Po unë mendoj që 4 raketat që janë rrëzuar në Turqi nuk kanë pas qenë drejtuar drejt Turqisë. Janë rrëzuar mbi Turqi. Po objektivi ka qenë baza në Qipro. Baza angleze në Qipro. Baza angleze në Qipro, sepse aty, sa herë që pistat e aviacionit të Izraelit goditeshin nga raketat iraniane, aviacioni Izraelit shkonde atje. Strehoj aty. Strehoj aty, furnizoj dhe ringri e prapë. Kështu që për iranianët, ajo baza aty në Qipro ka qenë objektivi ligjshëm për ata dhe prandaj kanë goditur. Por kanë tentuar të godasin dhe rruga kalon nga Turqia. Juve thatë, cituat kolonelin Amerikan që thoshte se kjo luftë shkatroi shumë. Shkatroi NATO-n, shkatroi vendet e Gjirit, shkatroi Izraelin dhe hegemonin amerikane. Nuk besoj që Trumpi na kërkonte ato 4 patrulluesit i kemi ne se ja kishim quar. Ja, ne ja kishim quar, po s'bëjnë punë ato. S'bëjnë punë, nuk duhen aty. Ato tonët janë jahte. Tamam jahte. Madje edhe kishin top ujë, po ju kanë forcuar llamarinën se nuk mbanin dot 12.7. Dhe kjo është merita shumë e madhe atyre planizuesve ushtarak tanët që pranuan këtë lloj projekti, pranuan këtë projekt që të paguën të Shqipëria, ai sa pagoi. Shpresojmë që projekti italian patrulluese. Atë shpresoj dhe projekti italian të jetë më serioz. Sepse projekti italian ka nxjerrë mësime italianët dhe perëndimorët, ka nxjerrë mësime nga lufta detare në Ukrainë, detin e Zi. Dhe tashmë ju thash, për detrat e mbyllur, për ngushticën e Otrantos, për detin e Gje, nuk bëjnë punë më flotrat e mëdha. Bën punë vetëm asimetria. Anijet e shpejta, patrulluese që janë gjendje të godasin me raketa, me rreze jo gjatë veprimi, edhe që janë gjendje që të minojnë ngushticat. S'ka nevojë, kesh 10 anije të shpejta, se cila anije me nga 5 mina, me shpejtësi madhe, thjesht e hedh minën aty dhe largosh. Këtë lloj operacioni po e bëjnë iranianët me motoskavet e shpejta. Ato kanë raketa, u hiqen raketat, u vendosen mina. Dhe ata mund ta minosin. Ata nuk e kanë minosur akoma, po si armë fundit për këtë, mund ta minosin ngushticën me operacion dytitor. E qartë. Atëhere, NATO nuk ekziston më. Trumpi tha që ju thapën dhe vetë NATO-s, ju thirrëm, s'na erdhët, me që është puna kështu, naftën shkoni mbrojeni vetë. Po, këtë thëmë.
Po kjo do të thotë që Amerika do të rriqet shpejt. Do të rriqet shpejt. Po përderisa është kjo, do të rriqet shpejt nga kjo luftë. Ai e tha, do vazhdojnë operacionet dhe 2-3 javë maks. Ndërkohë, Serbia ka marrë raketa supersonike. 400 kilometra. Për ne e për kroatët i ka, si ka për njëri tjetër. Po, vetëm për ne dhe për kroatët. Çfarë duhet bënë në këtë rast? Atëherë ta diskutojmë në këtë diskutim, dhe faleminderit që e bëre për këtë pyetje se e kam vrarë shumë shpesh mendjen. Pikërisht për këtë fakt, se ky është vetëm një pjesë e atij fakti të madh që Serbia po armatoset jo për mbrojtje, se kush do ta sulmojë? Ne? Jo. Jo, por numerikisht është më e madhe, nuk sulmon. Kroacia? Jo, është 4 milion përballë 8 milion. Po, pra, edhe ne bashkë me Kroacinë nuk harrim dot të bëjmë. Pra kush do ta sulmoj tjetër? Që edhe kjo marrëveshje Rumania jo, pse do ta sulmoj? Pra, rreziku dhe kërcënimi për Serbinë nuk janë dukshëm. Dhe ata po marrin, kanë blerë armë ofensive, mos harro, raketa FK-3, duket kineze, kundër aerore, është distancës së largët, shkon deri 150 kilometër. Dhe kjo në vetë si sistem është sistem mësymës, se e godet kundërshtarin para se të futet në. Sa kilometra ka? 150 kilometër. Mendohet është një sistem i tillë. Dhe këta janë furnizuar me tanke, armë mësymse. Po prodhojmë në shpejtësi të madhe topat e tyre vetlëvizës 152, 155. Topi vetlëvizës është mësymse, nuk është mbrojtëse. Po, vërtet. Po prodhojnë transportuese blinduar shumë të armatosur. Morën Rafalet, përveç MiG-29 dhe ca avionëve të tyre. MiG-29 e kanë modernizuar, po e modernizojnë. E kanë modernizuar, po MiG-29 do hedh këto raketat. Kineze që ata i morën. Këto raketa janë komplet mësymse. Këto raketat se si e kanë emergency ka, po rrezi atyre dhe supersonike. 400 km, pra ku shkon 400 km? Vjen në Tiranë dhe në Durrës, shkon edhe në Zagreb. Mbas edhe në portin kanë portin më të madh. Dubrovniku. Pra, s'ka logjik tjetër. Çfarë do të bëjmë ne? Këtë çfarë do të bëjmë ne, le ta diskutojmë më shumë. U thash edhe një herë, riarmatimi thjesht teknik nuk vlen nëse shoqëria shqiptare, rinia shqiptare, intelektualët shqiptarë, qeveria dhe shteti nuk ndërgjegjësohen plotësisht që kohrat nuk do vinë në përmirësim. Kohrat do vinë në... Pavarësisht optimizmit tonë. Po pavarësisht optimizmit, se optimizmi i të vegjëlve është gjithmonë kështu. Jam në ëndër, inshallah jam në ëndër. Optimizmi i të vegjëlve është më tepër shpresë idiote. Ëndër. Dhe shtylla e parë është kjo, që shoqëria shqiptare duhet të ndërgjegjësohet. Bashkë me shoqërinë shqiptare, edhe politika, edhe shtetin përgjithësi duhet të ndërgjegjësohen, që kohët po vinë gjithmonë më në rëndes, më të errta. Kohët e mira mbaruan, se po e shohim. Bazuar mbi këtë shtyllë, pastaj vjen tek shtylla tjetër që është shtyllë teknike dhe operacionale. Unë mendoj që ne kemi nevojë urgjente për 3 gjëra. Ne kemi nevojë për shumë, po urgjente për 3. Shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Se s'bën. Duhet ta kishim bërë dje.
fillimin e ngritjes së kupolës të ombrellës tonë kundërore. Me një sistem. I kam studiuar dhe ne, të vegjlit, e kemi fuqi një sistem. Cili? Këta që janë provuar në luftë. Në luftën në Ukrajinës. Thadi u provua, është e mirë? Po Thadi nuk e blejmë dot, ne. As Patrioti nuk e blejmë dot se kushtojnë. Sistemi Iris të Gjerman. Është provuar dhe Ukrajina si thot që e ka thuajse 100% goditjen. Atë nivelin e është një sistem tjetër NASAMS, që është norvegjez amerikan. Super modern, i provuar në Ukrajinë. Kanë dhe një sistem franco-italianët që quhet Aster. Nuk e di, e kanë dërguar atje apo jo, sepse... E kanë dërguar, një e kanë dërguar italianë. Një bateri, po, mbase. Se të gjithë po dërgojnë nga një përprovë. Pikrisht për nivelin e operacionalitetit dhe të efektivitetit. Pra, ne nuk kemi nevojë të dëgjojmë që ble këtë se ky është i mirë. Ne mund të marrim këto sisteme që janë provuar aty në Ukrainë. Dhe që janë të përballueshme financiarisht. Edhe një sistem është i përballueshëm financiarisht. Se një sistem me rrezet mesme, keni parasysh rrezet mesme sot shkon deri në 100-110 kilometër. Po ta vendosësh në Tiranë atë. Mbron Shkodrën. Shkodrën deri në Vlorë. Kuksin deri në Vlorë. Pra, e dyta, kjo. Dhe e treta, kemi shumë nevojë për armën e deterencës. Irani, armën e deterencës vetë, ka raketat balistike. Mi provojmë dot në ato? Jo, nuk po them për raketat balistike, jo më burës. Po arma jonë e deterencës janë 2 dronët, që të kryojmë këtë kill zone, që sa po ta përmenda. Terreni jonë, geografia jonë në e lejon këtë gjë që ta qojmë ata kill zone shumë më tepër. Mjafton kap lartësitë edhe. Dhe e dyta, që Amerikanët kanë një sistem, më LRS quhet ai që hedh këto raketat HIMARS. HIMARS është i ndërtuar me module. Moduli klasik i HIMARS-it ma 12 raketa që shkojnë deri në 60 km larg. Moduli tjetër mban 4 raketa që shkojnë deri në 160 o 260 km larg. Është dhe moduli tret që ka një raketë. Ajo quhet raketë balistike me rrezet mesme, e ka 500 km. Qofse këta zotrin që sapo folëm e kanë ata që e ka rrezen 400 km, ne do të blejmë një sistem të tillë 4 lushues HIMARS, 4 HIMARS, dhe këto raketat balistike me rreze 500 km, leti kemi të deterencës. Në qoftë se ti, zotëri, do qosh në mend të lëshosh në një kundër nesh, ja dhe kemi edhe ne. Bile ne të dëmtojmë shumë ty, se të gjujmë aeroplanin, pra ne të gjujmë harkun, ne nuk presim shigjetën, po të gjujmë harkun, të presim dorën e harktarit, pra ne godasim aviacionin e tyre me këto. Në vjetë përballueshme financiarisht është HIMARS? Po 4 copë janë përballueshme financiarisht. 4 copë të tilla dhe nga këto me rreze 500 km bledh 10 më burr. Të cilët kushtojnë 30 milion. Bledh 10. Kaq pak? Po njëra 3 milion kushton. Wow. Bledh 10. Sa për t'i goditur Futen tunele këtu ka pambarim. Ka bërë Enver Hoxha tunele. Ka pambarim tunele. Futen tunel këta makina dhe nxire kur të duhet ty. Kjo është deterenca. Kjo e bën atë tjetrin që të mendoj 10 herë. Alianca me Kroacinë që e përmendën serbët. Po shumë e mirë, po si duhet që të bëhet efektive? E para është e bërë, por efektive vjen sipas kohës, nevojës. Ka shumë rëndësi që është lidhur, le të jetë për stërvitje, për shkëmbim informacioni, për trajnim, okej, për
për bashkëpunim në industrinë ushtarake. Okej. Po kjo aleancë, qoftë është e konsoliduar, mund të përparoj më tutje pasaj, mund të përparoj në bashkëpunim. Sepse logjika është e thjeshtë. Armiku tim është miku im. Në qartë. Me Kosovën mund të bëjmë më shumë? Shiko, në rastin, edhe këta e ka menduar shpesh dhe politikës tonë në base në i të ardhme jo shumë të largët, po jo dhe shumë të afërt, po në këtë intermedium do t'i duhet politikës tonë dhe të atyre do t'i duhet të marrë vendime shumë të forta. Bashkimin e ka dhënë? Dhe një nga vendimet është bashkimi, i cili ky bashkim do të sjellë edhe hapin tjetër. Hapi tjetër është ndarja e Maqedonisë. Ndarja e Maqedonisë. Mbase nuk është ashti, mund të jetë afër. Me shpërbërjen e NATO-s, unë e shikoj si veprimin e parë politik të faktorit shqiptar në Ballkan. Jo, në fakt, këto 4 vjet të fundit treguan që rendi botëror nuk vlen më siç është njohur, që ti duhet kalosh nëpër procedura, nëpër njohje, gjykatash, më thënë thar. Po kalon në pozicionin e forcës, i fort i vendos, pra je i fort vendos. Pra, e shikon që fuqia është ajo monedha e shkëmbimit në marrëdhëniet me të tjerat. Edhe që të arrijmë tek atje ne duhet krijojmë fuqi, ta gjenerojmë fuqinë tonë të brendshme. Nuk na duhen, ne na duhen ku ta gjejmë armatimin, aviacionin e para 90-s. Si sasi, jo si tipa se kështu vinë. Po në fundit nuk është se na duhen në mënyrë emergjente. Fuqinë tonë ne duhet ta projektojmë me dy gjëra, me bashkim politik dhe me armët e deterrencës, këto dyja. E mendoj çdo ditë, çdo natë. Sepse ju thash, po duket shumë qartë që rendi botëror ka rënë dhe tashmë në tavolinë është unë jam i forti, unë ta marr ty këtë, ti i dopti, ti do ulësh kokën ose unë do të vrasë. Rusia po përpiqet sa të dojë ta marrë Donbasin, nuk ja lë Ukrainën si ja ka lidhur nyja, megjithëse i thotë dhe Amerikani që lëshojë Donbasin. Po janë të fortë. Po në moment, pra, më kupton forca, fuqia metrs. Fuqia ka vlerë. Pikërisht. Fuqia ka vlerë. Pikërisht, pra, fuqia. Ukraina si treguan që janë të fortë dhe nuk e lëshojnë atë cop toke. Fuqia ka vlerë. Pra, pavarësisht se ishte fort, flasim për një ndër 5 antarët e Këshillit të Sigurimit që është Rusia, një superfuqi që u mendua që po rilind, kur vjen puna, doli një hundlesh i fort edhe i tha, këtë nuk e merr dot. Pra, pavarësisht se është ndikimi amerikan që i thotë lëshoj që ta harrim në një paqe dhe nuk po ja del dot. Po, tashmë është edhe ndikimi evropian që thotë lufto. Patjetër. Europianët mendojnë për veten e tyre. Patjetër. Ta mbajtë sa më larg, atë zonën tampon që do Izraeli 30 km. Këta duhen ta kenë 700 km. Zoti Shuko, faleminderit që ishte me mua sot. Faleminderit juve. Faleminderit dhe për pyetjen e fundit. Shiko, neve mund të zgjatemi të pyetja e fundit, mund të flasim, juve e keni pasionin tuaj për të folur si çdo ushtarak shqiptar, për të folur, por juve jeni ende në moshën aktive dhe prandaj flisni, unë dëgjoj shumë ushtarak që kanë të njëjtin merak dhe jo më kote kanë këtë merak, sepse shpeshherë neve mendojmë luftën diçka të largët, por lufta është diçka që ty të ndodhë papritur, ju ndodhi Ukrainësve, ju ndodhi Iranianëve. Po iranianët kishin 20 vjet i përgatiteshin. Patjetër. Edhe ukrainasit, që në 2014, pra kishin gati 8 vjet i përgatiteshin. Nuk i kishin kthyer ishujt në ishuj turistik. More ishulli turistik, inshallah bëhet. Sepse u thash, u bë ishull, do vinë edhe ata që do ta mbrojnë. Megjithëse rasti i Gjirit Pesik tregoi që edhe mbrojtja është relative. Po do vish të regjistrojemi
rezervist, unë do shkoj të registroj. Megjithëse unë 5 bashkë kemi, një mosh kemi 5 Një mosh kemi. Kemi afat dhe një vit që të shërbejnë. Okej. Unë do shkoj. Të ftoj të shkojmë bashkë. Shikon, ne praktikisht jemi të përgatitur. Okej. Çuko, edhe një herë Faleminderit. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, si gjithmonë ju rikujtoj që të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare të Bë dhe të kanalit Rudina Xhunga, merrni gjithmonë azhurnime me lajmet më të mira, me ekspertët më të mirë, pa ju kaluar te prallat komplotiste. Faleminderit, natë e mirë.